Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta që ka lënë mjekët gojë hapur, mjafton një gotë dhe do shëroni tërësisht mëlçin tuaj. Mëlçia ka nevojë për ushqime të shëndetshme në mënyrë që të kryej funksionin e saj në mënyrën e duhur. Ushqimet e skuqura, alkooli, duhani janë armiku kryesor i mëlçisë. Ekspertët e shëndetësisë thonë se detoksifikimi i mëlçisë është shumë i rëndësishëm për shëndetin e saj dhe për shëndetin e përgjithshëm të trupit. Detoksifikimi i mëlçisë heq të gjitha toksinat e rrezikshme të cilat grumbullohen rreth saj, përmirëson edhe absorbimin e proteinave e të tjerë. Nëse jeni të prekur nga viruset apo sëmundjet e mëlçisë, dieta e pastër ushqimore dhe detoksifikimi i mëlçisë është një hap shumë i rëndësishëm në trajtimin e këtyre problemeve. Ja një recetë shumë efektive e cila do t'ju vijë juve në ndihmë për detoksifikimin e mëlçisë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një grusht me gjethe mente, lëng limoni, lëng portokalli, 1 litër ujë i filtruar dhe mjaltë. Përgatitja: vloni ujin së bashku me gjethet e mentes për disa minuta, lëreni që të ftohen në temperaturën e ambientit dhe më pas shtojeni përbërësit e tjerë. Lëngun e krijuar mundet që ta ruani në frigorifer. Konsumoni 1 gotë lëng në mëngjes dhe 1 gotë në darkë. Lëngu i mentes përveç se do t'ju detoksifikojë mëlçin, por gjithashtu do të përmirësoj edhe tretjen. Mëlçia është organi i cili kryen disa prej funksioneve më thelbësore në organizëm. Ajo shërben si baza e çdo procesi të metabolizmit. Mëlçia gjithashtu arrin që të filtrojë gjakun, prodhon gjithashtu enzima, shpërbën yndyrrat dhe çliron energji. Të gjitha toksinat transformohen në një barë të madhe për mëlçin dhe gjithashtu dëmtojnë ndjeshëm të gjitha funksionet e saj. Problemet e mëlçisë ngadalsojnë edhe procesin e rënies nga pesha. Kjo ndodh sepse ngadalsimi i punës së mëlçisë e bën më të vështirë metabolizimin e yndyrave. Mëlçia duhet detoksifikuar rregullisht në mënyrë që funksionet e saj të jenë optimal. Referuar disa studimeve, ne ju rekomandojmë mënyrat më efikase për pastrimin e mëlçisë. Kjo kurë natyrale do t'ju rikthejë të gjitha fuqitë natyrale mëlçisë tuaj brenda vetëm 5 ditëve. Përbërësit që ju do t'ju nevojiten për këtë recetë janë 1 filxhan me majdanoz të grirë, 5 kërcejnë selino, 6 gota ujë, 3 limon. Përgatitja: ne ju udhëzojmë që të lani të gjithë përbërësit me ujë të bollshëm. Përdorni sodë buke për larjen e limonëve nëse ju do t'i përdorni ata me gjithë lëkurë. Përzieni mirë dhe më pas shtoni ujë. Përzieni së bashku derisa uji dhe derisa masa e përftuar të jetë kompakte. Për rezultate optimale ju duhet që të pini 2 gota nga kjo kurë përpara çdo vakti. Kura duhet pirë për 3 ditë me radhë. Më pas ju duhet që të bëni pushim 7 ditë dhe pastaj përsëriteni atë sërish. Përpiquni që të qëndroni sa më larg metaleve të rënda dhe gjithashtu të pini mjaftueshëm ujë në mënyrë që të shumëfishoni ndikimin e kurrës pastruese dhe të përmirësoni përpjekjet tuaja për të rënë në peshë. Ushqimet më të mira për pastrimin e mëlçisë. Rushi. Rushi, veçanërisht ai me ngjyrë të kuqe ose vjoc, përmban një sër substancash mirëbërëse, siç është rezervatroli që ka një larmi vlerash për shëndetin e njeriut. Shumë studime gjithashtu kanë treguar se rushi dhe lëngu i tij arrin që të ndihmojnë mëlçin. Lëngu i panxharit. Sipas të dhënave, lëngu i panxharit është një burim i pasur nitrati dhe antioksidantësh që munden të përmirësojnë shëndetin kardiovaskular dhe të paksojnë dëmin oksidues dhe inflamacionin. Perimet.
Sipas të dhënave, perime të vogla si lakra e vogël, brokoli apo barishtet janë të njohura për përmbajtjen e tyre të lartë të fibrës dhe gjithashtu shijen karakteristike. Ato janë të njohura edhe pasi kanë substanca bimore mjaft të rëndësishme. Ekstraktet e lakrës së vogël dhe brokolit rrisin nivelet e enzimave detoksifikuese dhe gjithashtu e mbrojnë mëlçin tuaj nga dëmtimet. Arrorët janë të pasura edhe me yndyrra, substanca bimore dhe njëkohësisht me ushqyes, duke përfshirë këtu vitaminën E, një antioksidant i fuqishëm. Kjo larmi përbërësish i jep organizmit, veçanërisht të zemrës dhe mëlçisë, shëndet të mirë. Peshku. Peshqit kanë një nivel të lartë yndyre dhe janë të mira për mëlçin. Studime gjithashtu kanë treguar se ato ndihmojnë në parandalimin e akumulimit të yndyrave të rrezikshme dhe nga ana tjetër ruajnë nivelin e enzimave, luftojnë inflamacionin dhe përmirësojnë rezistencën e insulinës. Vaj u lirit. Vaj u lirit konsiderohet që të jetë sa më i shëndetshëm sepse ka vlera dhe ndikim në shëndetin tuaj të zemrës dhe të metabolizmit. Mëlçia është një nga organet më të mëdha në organizëm. Ajo ndihmon në eliminimin e mbetjeve të ndryshme nga organizmi dhe përpunimin e ushqyesve dhe medikamenteve. Konsumi i tepërt i alkoolit dhe ushqimeve jo të shëndetshme mundet që të shkaktojë një barë të rëndë në mëlçi dhe her pas here njeriu duhet të kryejë disa kura natyrale për pastrimin e saj. Në këtë artikull ju do të mësoni se si të shfrytëzoni disa pije të caktuara të cilat mund t'i pini në mbrëmje për të pastruar mëlçin nga toksinat. Këto pije ju ndihmojnë edhe të ndiqni yndyra dhe depozitat dhjamore. Pijet më të mira për pastrimin e mëlçisë. Në mjekësinë popullore kineze besohet se mëlçia funksionon më mirë nga ora 1 deri në 3 të mëngjesit kur trupi juaj pushon. Çaji i kamomilit. Ky çaj përmban shumë antioksidant dhe ka aftësi qetësuese. Ai përmirëson gjithashtu cilësinë e gjumit, zbut nerva dhe nga ana tjetër largon edhe stresin. Antioksidantët e gjendur te kamomili luftojnë inflamacionin që i kanostet organeve dhe i pastrojnë ato nga toksinat. Çaji i kamomilit i ëmbëlsuar gjithashtu edhe me pak mjalt duhet pirë çdo mbrëmje për 2 javë me radhë. Nga ana tjetër duhet të keni parasysh se edhe uji i ngrohtë me limon është një pije e cila mundet të pihet përpara se ju të shkoni për të fjetur. Kështu ju do të vëreni efektet e saj pozitive në lidhje me mëlçin. Nëse zgjidhni ta pini në mbrëmje, kjo pije do t'ju ndihmojë të pastroni mëlçin dhe të eliminoni toksinat e këqija nga mëlçia juaj dhe mbetjet e ndryshme ushqimore. Ekspertët thonë që gjysmore përpara gjumit duhet të pini 200 ml ujë të ngrohtë të përzier me lëngun e një limoni. Kura duhet konsumuar për 21 ditë me radhë. Çaji xhenxhefili me limon. Xhenxhefili me limon janë të mrekullueshëm jo vetëm për rënien nga pesha, por edhe për përmirësimin e shëndetit. Ato ofrojnë shumë vitaminë C dhe antioksidantë të cilët luftojnë shumë sëmundje. Xhenxhefili dhe limoni luftojnë inflamacionin dhe eliminojnë toksinat nga mëlçia. Çaji, xhenxhefili dhe limoni duhet pirë 3 herë në javë. Për këtë çaj juve ju nevojiten 250 ml ujë, një fetë të xhenxhefili dhe lëngu i një gjysmë limoni. Çaji i nenegjikut. Ky çaj është gjithashtu i shkëlqyer për stomakun dhe ndihmon tretjen. Vajrat esencial të nenegjikut eliminojnë toksinat në mëlçi dhe në zorrën e trash. Për këtë çaj juve ju nevojiten 2 lugë gjelle me nenegjik dhe 250 ml ujë. Kështu kjo kur duhet të konsumohet shpesh jo vetëm për pastrimin e mëlçisë, por njëkohësisht edhe për qetësimin e saj. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku.
Para se ta përdorni këtë recetë mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.